Shikus të ndëruar, mirë mbrëma. Jeni me minutat e emisione për mendimin pozitiv. Do të vazhdojmë si përherë, po ashtu me temat veçanta, të mira, e të këndshme, sepse këto banë për ju. Po zakonisht në hyrjes të çdo emisioni, është mirë t'ja bëjmë një rizhikim emisionet kaluara dhe të shohim çka ka qenë mirë, çka ka qenë keq. Fundja emisionet banë për shikus, sepse ne nuk na duhen gjë, po prandaj po duam që gjithë të dalin të mira më të mira. 2-3 reagime për një këshill të vogël për kam dhënë janë shumë interesante. Po duhet ndalim me këto reagime për arsye se kjo këshill flet shumë. Unë e kam dhënë dikun në fund të emisionit të kaluar, kam thënë një këshill se është mirë që literatura botërore thot se është mirë të përdoret kosi për çdo vakt të ushqimit, sepse është oksidant i mirë, antioksidant i mirë dhe ndihmon në shëndetin e njerëzit. Këto reagime e kanë zënë këtë pikë. Edhe thonë që na duhet kosi, pse flasim për kosin, etj. Po ta përshtypjen se nëse ne mirëmi me gjëra të mëdha, me aeroplana, me raketa, me internet, na duket edhe vetja si jemi më modern, na duket vetja si jemi më të mençur. Ndërkaq nëse merremi me bilmetin, nëse merremi me kosin, me bukën, me ujin, atëherë po duket si janë gjëra tepër të njohura dhe vetvetja po na duket pak primitiv. Desha në këtë vazhd të ndalen bukur shumë dhe t'ju them se bota civilizuar mirë shumë me ushqimet e shëndetshme. Nëse mirëm me gjëra të thjeshta, ne domosdo po kemi ndjenin se jemi primitive të thjeshta. Mirë po, do ta kemi të qartë se dritën e diellit. Në jetë nuk ka gjëra të mëdha e të vogla. E madhja bëhet e vogël, e vogla bëhet e madhe. Asnjëherë, në asnjë element, asnjërin prej këtyre mos ta nënçmojmë. Nëse vëmë njeriu në qendër, atëherë duhet kujdesemi për njeriu. E krejtë literatura mendimit pozitiv, njeriu e ka vënë në qendër dhe prandaj duhet kujdesemi për të. Aeroplani, raketa, interneti, e të gjitha prodhimet tjera të njeriu janë prodhime të njeriu, vinë pas njeriu, sepse njeriu i shëndetshëm i bën të gjitha. Njeriu i shëndetshëm i arrin të gjitha. Ndërkaq, po nuk e pa shëndetin, atëherë kujt të drejtohemi? Pra, ne drejtohemi njeriu, sepse ai është fillimi edhe fundi i çdo gjëje. Dhe në këtë kuadër është mirë që gjithnjë ta kemi parasysh të mos i nënçmojmë asnjë segment të jetës njerëzore, sepse secili prej tyre ka vlerën dhe rëndësinë e vet. Pikërisht për këto do të kemi edhe kurset e mendimit pozitiv dhe do ta shihni monitor edhe informacionin për këto kurse. Grupi i parë, kurset e mendimit pozitiv bëhen 5 ditë pune për një grup prej 5, 6 apo 7 personave, por çdo javë përsëritet në grupin ndërrohet. Prandaj po ju them se për grupi i parë është plotësuar numri, ndërkaq për javë tjera të muajit nëntor dhe dhjetor ka vende të lira dhe mund të lajmëroni. Dhe të vazhdoj edhe pak në pjesën ku e fillova. Cilat janë për mendimin pozitiv prioritetet në jetë? Në 1 është njeriu, individi. Në 2 shëndeti, në 3 dituria, në 4 kreativiteti e kështu me radhë. Sa herë kam folë në emisione interaktive, që kanë qenë të drejtë për drejtë, siç do të jemi në emisionin e të mërkurës, kur do të jem natën, do të bashkëbisedoj me ju, gjithmonë reagimet e shikuesve kanë shkuar në këtë plan. Prandaj e veçova këtë reagim. Gjithmonë kanë thonë pse po flet për meditimin, po flet për qetësinë, po flet për elemente të thjeshta, a na kemi punë të mëdha. Kemi punë të shtetformimit, të papunësisë, pensioneve, vendeve pune e bla bla tjera. Po është e vërtet se është qashtu. Unë kam folë për gjëra të vogla, por këto gjëra të vogla janë ato që e bojnë jetën, sepse e bojnë njeriu. Në fakt, unë kam folë për të gjitha këto, por çështja ime është ka thënë
Qësja ime është ndryshe. Të fillojmë nga e mbara, nga njeriu. Shteti, shoqëria, familja, të gjitha bazën e kanë njeriun. Qëse njeriu do ta kemi në qendër, e të qendrëzuar, atëherë do të formohet një njeri i suksesshëm, një familje e suksesshme, një shoqëri e suksesshme edhe një shtet i suksesshëm. Prandaj, edhe një vizim vogël. Në diktaturë, shteti ndërtohet nga maja. Në demokraci, shteti ndërtohet nga fundi, nga baza. Ndërtimi i shtetit fillon nga unë, nga ti, nga tjetri, secili prej nesh. Dhe kur flas për fjalën, kur flas për ushqimin, kur flas për frikën, që frikën sonte do ta kam temë, për meditimin, pra për qetësinë, ta kemi të qartë gjithnjë po flas për ndërtimin e kombit e të shtetit. Pikrisht këtu nis ndërtimi i shoqërisë, individit, i familjes, i kombit edhe shtetit. Njeriu një herë, të tjerat janë dhe vinë pastaj. Ju siguroj se nëse arrijmë ta lirojmë fuqinë e cila gjendet në secilin njeri, brenda tokë e qielli, nuk ka dhe nuk mund të ketë pengesë që na ndalë ta bëjmë shtetin më të mirë dhe shtetin me prestigjin më të lartë në rajon. Kjo është rruga më e sigurt se do të ecim me hapa të sigurt gjithmonë në rrugën e fitimit. Domethënë, nëse nisemi nga individi, nëse nisemi nga gjërat e thjeshta, nëse nisemi nga baza, do të him në rrugën e fitimit e cila nuk njeh humbje. Kësaj teme do t'i kthehem shpesh, sepse ky është edhe qëllimi. E tash, dalim e të fillojmë me temën, unë i kam vargis këtu bukur do shumë letra, dhe mos keni frikë se do t'a kaloj shpejt këtë temë, për arsye se do t'i kthehem shpesh, sepse është tema më rrënuese e jetës njerëzore, është tema ngarkesë, është tema më e madhe që unë e konsideroj se do të merrem me ta shumë. Sonte do të flas për frikën, por do të flas për frikën pa teoritë aksiomatike, pa libra shkollore, jo që shtuat libra shkollore. Ju kam thonë edhe një herë, teoritë janë kutia, jeta është qielli. Qielli nuk hine për kutia. Kutia të kufizuar, që thot Spinoza, secili për kufizim është një kufizim, prandaj nuk do të ndalem në kufizimet shkollore, por do të dalim pak më larg. Frika është shumë dimensionale. Këto do ta kemi të qartë të gjithë. Frika në formën normale, frika e asaj mesit dhe barabarit normal e mbron jetën. Frika në formën e saj abnormale e shkatërron jetën. 90% të rasteve, frika është imagjinare. Frika shtohet, ujitet, rritet, shumëzohet, kur njeriu bashkëpunon me frikën. Kur njeriu nuk bashkëpunon me frikën, ajo mbetet e vetmume, thahet, venitet dhe zhduket. Ne friksohemi prej çdo gjëje. Prej moti, prej udhëtimi, prej mikut, prej armikut, prej shokut, friksohemi prej vetvetes, prej gjumit, prej çdo gjëje friksohemi. Aq të shumta janë burimet e frikës, gati do thosha janë të barabarta me numrin e njerëzve. Sa njerëz, aq ka burime të ndryshme të frikës. E çka është ajo që duhet dim për shërim, për daljen nga frika? Do më thotë, mos mesim kornizat e libreske, formularet shkollor, po dalim mbi. Po him në ligjin kryesor. Në ligjin kryesor i përjashton detajet dhe shkon në magjistralin qendrore. Jeta zhvillohet në 2 dimensione kryesore. Jeta zhvillohet në horizontale, vijën horizontale, dhe në vijën vertikale, ose në ego dhe qënësi. Në binarin e frikës është krejt jeta horizontale. Binarin e frikës është prej lindje deri në vdekje. Është pasunia, është fëmia, është jeta jote, është
prestigji, pozitat, fama, të gjitha këto që shkojnë jetën horizontale, janë të ndërtuara mbi elementin e quajtur frikë ose binarin e frikës. Dhe qofse arrim një ditë, kur do të vijë e ditë, nuk e di, po nëse do të arrim një ditë që ta bëjmë barabarin, ta bëjmë harmoninë, ekuilibrin e jetës horizontale dhe jetës shpirtërore, ne atëherë do të shijojmë jetën tërësinë e saj plot. Binari parë, ose vija horizontale, po i them, gjithmonë është frikë. Nëse ke pozitë, frikë është gjithmonë se mos po të ndrojmë për kësaj pozite. Nëse ke tokë, nëse ke lokale, nëse ke pasuri, gjithmonë 24 orë sulmon frika, mos po t'i marrin, po t'i përvetësojnë, mos po t'i kesh përdoren, mos po ndodh një element i bankrotit që është i mundshëm se cilën shoqëri e se cilin biznes. Prandaj, në elementin e vijës horizontale është shëndeti, gjithmonë droja, frika, për smundje, për kësaj, pasuria, gjithmonë frika, pozitat, frika, prestigji, që ose ka dikush një emën, një respekt, mos përndodhe në skandal, mos përshkatërohet, që se ka famë, mos përndodhe në sen, mos përmbytet, mos përshka pash gjithë ke punë, e tjere. Ndërkaq, në vijën e dytë, në vijën vertikale, aty nuk ka frikë, a është vija dashurisë. Aty nuk ka vdekje, aty nuk ka humbje, aty nuk ka fatkeqësi, aty nuk ka mjerim, aty ka dije, aty ka gëzim, aty ka dashuri, aty ka përjetësi, aty ka lumturi absolute. Sepse këtë gjitha kjo i takon qëndësisë tonë. Barabarin mes këtyre dy vijave është jeta e bukur, ose arti i jetës. Këto dy vija mund t'i përkthejmë ndryshe. Vija e parë do të quhej jeta në qëndësi. Vija e dytë, jeta në ego. Mendja vazhdimisht është e tensionuar. Gjithmonë është shqetësuar mendja. Gjithnjë duke kërkuar është në kërkim të lumturisë. Por lumturia do të jetë gjithnjë larg e më larg, sepse mendja në vijën horizontale lumturinë nuk mund ta gjejë dhe nuk mund ta përjetojë kurrë. Ego është shoqëria. Ego është moskë. Ego është hija jote. Qysh po më shohin të tjerët, qysh po më vlerësojnë të tjerët, qysh po më respektojnë të tjerët, çka po thonë të tjerët për mua, çka po mendojnë të tjerët për mua, çfarë trajtimi do të më jepin, qysh do të më bëjnë respektin, e bla 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 pa kufi. Dhe disa në kanal e kemi përsërit edhe në gjërata, edhe në emisione, se kur dikush nal në rrugë edhe thot, kastryet, ti po dukesh bukur sot, dije që ai lidhje nuk ka me gjendjen tonë emocionale, por ai ndihet bukur. Kur të ndalet thot çka kebre, diçka po ndukesh i zbet, po ndukesh mirë, dije që ai nuk ka mirë se ti je në rregull krejt, sepse ai nuk ka lidhje me gjendjen tonë emocionale. Secili njeri është vetëm pasqyrë për të tjerët. Dhe nëse ndalemi dhe mendojmë në vijën tjetër, se ne jemi kryesorët, ne jemi ata që duhet kujdesemi për vetën tonë, që shpendim na vetën, nëse ndit vetën mirë, nëse ndit vetën sigurt, nëse ndit vetën në rregull, nuk ke nevojë të nështrohesh vlerësimeve të tjerëve që ta shëmtojnë ose dikujt të zbukurojnë ditë. Ndërkaq jeta në qendër, aty është qëndësia. Kjo është e njëjta gjëja që thash për vijën vertikale. Aty është qëndësia. Aty nuk ka humbje, aty nuk ka dridhje, aty nuk ka shqetësim, aty ka vetëm gëzim dhe vetëm dashuri. Dhe nëse e marrim dhe arrim ta bëjmë barabarin sa jetës materiale të vijës toksore, aq vijës shpirtërore të kushtojmë kujdes e rëndësi. Dhe të dyja këto t'i bëjmë së bashku në një pikë të përbashkët, që quhet njeriu, atëherë ky njeri me të vërtet e ka fituar atë që quhet lumturinë njerëzore, sepse është arti i jetës e bukuria e jetës. Ne
e dim gjithë. Asë njeri s'ka jetu gjithmonë. E dim gjithë se çka kanë bërë faraonët me piramidat, sa pasurinë për pjekë ta marrin, ta mbyllin për ato varrezat e piramidave, ta bllokojnë për vete. Dhe çka murën. Nuk korespondon, nuk shkon. Prandaj, është një mendim i shkëlqyshëm i William Jamesit, baba e psikologjisë amerikane, ka vdekë diku në vitin 1908, që një shekull të plot përmendet ai konstatimi i tij. Kur shkon në spital, mbasi kryen fakultetin, shkon ta bëj praktikën në spital, dhe kthehet në natë, nuk e merr gjumin të natën. I thot gruaja, shkep, se s'po flen. Thot, e pash një fëqiun tonë që ishte i çmendur në spital. Tha, ai nashta është i çmendur, po ti si je? Thot, gruaja, di atë që unë nuk jam i çmendur. Po çfarë sigurie kam që nuk do të jem sikur ai nesër? Dhe ka lënë fjalinë emblematike që thotë: e vetmja siguri absolute në jetën njerëzore është, 2 pika, pa siguria e plot. Asnjë njeri në botë nuk arrit, as nuk do të arrijë të krijojë siguri absolute. Nuk dihet sot je, nesër si je. Dhe prandaj, pa siguria absolute nuk ekziston që ta anashkalojmë, ta mbikalojmë, ta nënshtrojmë frikën, duhet ta bëjmë një veprim, ta shtrirojmë shpirtin, sepse siguri nuk ka. E të kënaqemi me çdo moment, e të kënaqemi me çdo çast, e të kënaqemi me një gotë ujë, me një fjalë, me një cilësi, me një frymë ere. Prandaj, janë 2 elemente që dalin në fund si porosi, e që thonë, njeriu me lindjen e vet e ka siguruar të drejtën që të kënaqet në jetë. Dhe kënaqësia e tij duhet të jetë e përhershme, lumturia e tij duhet të jetë e përhershme. Nuk ka rëndësi situata çfarë janë. Situatat kanë ndikim nëse ti je i dobët, po nëse ti ke krijuar qetësinë tonë të brendshme, nëse ti ke hyrë në qetësinë tonë, nuk kanë rëndësi situatat, nuk kanë vlerë situatat, dhe prandaj secili prej nesh është mirë ta liroj komplet, të lirohet prej atyre ktheprat frikës, të kënaqet me çdo moment, me çdo çast të jetës. Dhe porosia e dytë dhe e fundit është që të jemi falendërues për çdo gotë ujë, për çdo frymarrje, për çdo gjë që kemi e që jemi, do të jemi falendërues sepse asgjë nuk kemi bërë për jetën tonë. Kjo ishte ajo që kam dashur ta them për sonte. Sigurisht se temën serioze do t'i kthehemi edhe herë tjera. Sigurisht se do të bashkëbisedojmë shumë, sepse janë dimensione jashtëzakonisht mëdha, e thella. Po një pjesë tyre do t'i përpunojmë kurset e mendimit pozitiv, për arsye se kemi pak kandidat dhe jemi afër me njëri tjetrin dhe nuk kemi kamera audiencë që na shohin, na bëjnë vërejtje, po aty jemi pak më afër qëndësisë dhe i punojmë siç duhet. Faleminderit për përcjellje, faleminderit për vëmendjen juaj, një natë të mirë, të këndshme, në paqe, në qetësi me vetveten. Natë e mirë.